Partia Demokratike Dega Vlorë ka dalë këtë të njëjtë në një deklaratë zyrtare për media. Eralba Kreshpa, sekretare funksionale e PD-s në Vlorë, nëpërmjet kësaj deklarate, ka zbardhur detajet nga takimi i zhvilluar përgjatë të mërkurës, si mbledhje e kryesisë në Selim Blu, në prani të sekretarit të përgjithshëm Flamur Noka, si dhe drejtuesit politik të qarkut të Vlorës, deputetit Bujar Leskaj. Kreshpa sqaron se përgjatë mbledhjes u shpreh mbështetje plot mbi formulën e re të përfaqësimit të këtij subjekti politik, i cili do të jetë në mbështetje për kandidatin e pavarur përfaqësues të shoqërisë civile. PD Vlorë thekson se do të jetë në mbështetje të Dionis Sotës, i cili ka shpallur kandidaturën si pavarur. Përshëndetje. Ditën e dieshme, Partia Demokratike Dega Vlorë zhvilloi një takim me strukturat e saj, në ndrejtimin e sekretarit të përgjithshëm Flamur Noka dhe deputetit Bujar Leskaj, ku u shpreh mbështetja e plot për formulën e re të përfaqësimit të zgjedhur nga Partia Demokratike e Shqipërisë. Kjo formulë, që përfshin kandidimin e përfaqësuesve të shoqërisë civile, është një hap i rëndësishëm drejt hapjes së partisë dhe përfshirjes së individëve me integritet, përgjegjësi dhe dëshirë për të kontribuar në komunitet. Në këtë kuadër, Partia Demokratike Vlorë mbështet fuqishëm kandidaturën e Dionis Sotës, djalit të Vlorës dhe një zëri të shoqërisë civile, që me përkushtim dhe ndershmëri ka zgjedhur të përfaqësojë qytetin e tij në këtë garë. Ky angazhim tregon se Partia Demokratike është një forcë e hapur, që u jep vlerë jo vetëm njerëzve me kontribute partijake, por edhe atyre që në momente të vështira marrin përsipër të bëjnë diçka për Vlorën dhe për të ardhmen e saj. Sekretarja funksionale në PD-n e Vlorës ka dhe një sqarim, dhënë për të gjithë ata pseudo-analist që vjedhin vrerë për Partinë Demokratike në Vlorë dhe kandidatin Sota, duke ju rikujtuar këtyre të fundit që përpara se të flasin të ndalen tek shkeljet e kontrollit të lartë të shtetit, të cilat tashmë kanë kapur shifrën e frikshme të 500 milion lekëve. Nga kjo foltore ne duam të theksojmë qartë. Kandidati ynë nuk është manikin një opozitës, as produkt i ndonjë shoqërie pluraliste fasad. Ai është një qytetar i lirë që dëshiron të kontribuojë për komunitetin ku jeton. Dhe pikërisht, kjo është alternativa e re e opozitës, alternativa e fitores, e dinjitetit dhe shpresës për qytetin tonë. Ndërkohë, përballë zërave dashakeq e pseudo-analist që zgjedhin të merren në Partinë Demokratike të Vlorës, ne u kujtojmë se më e vlefshme do të ishte të ndaleshin tek shkeljet e rënda të evidentuara nga kontrolli i lartë i shtetit në Bashkinë Vlorë. Partia Demokratike Vlorë mbetet e vendosur të çojë përpara kauzën e transparencës, hapjes dhe përfaqësimit të denj qytetar. Ndërkohë, siç konfirmohet, kandidati pavarur Dionis Sota, i cili do të garojë në zgjedhjet e 9 nëntorit, është drejt fundit të mbledhjes së firmave. Përgjatë të premtes, pritet dorëzimi i këtyre firmave në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve. Si afati fundit për këtë proces është data 24 tetor.